ose nuk duan t'ja din pse po e shkatrojnë Kosovën. Është edhe një pse PDK-ja nuk është interesuar fare, është që ajo pret kthimin, do thotë liderëve të saj nga Haga, por ky është një thik me dyteja. Dhe mendoj që verdikti i gjykatës speciale në Hagë me 16 shtator, kur pritet të jetë, do të ketë një rëndësi shumë të madhe për skenën politike të Kosovës. Në rast të dënohen... Në rast kthimi të liderëve të PDK-s nga Haga, pritet që kemi një playmaker tjetër në Kosovë, pasi duket sikur rikthehen peshat e rënda apo jo? Po, pikërisht këtu edhe, prandaj edhe është ngërçi edhe për shkak të kësaj, sepse vetëvendosja pret që të dënohen ata dhe ekzistojnë një pjesë e madhe e aktivistëve të PDK-s do të kalonin në vetëvendosje dhe vetëvendosja do të arrijë ndoshta e vetme do të mund ta zgjidhte çështjen e presidentit. Në ndërkohë që nëse ata lirohen, siç shpresojnë në PDK, unë jam i bindur që nëse lirohen, qoftë Hashim Thaçi, qoftë Kadri Veseli, apo qoftë edhe të dytë, pushtetin do të arrijnë t'ja marrin pushtetin Albin Kurtit. Ja rrezikojnë pushtetin Kurtit? Po ja. Edhe në këto kushte ku jemi tani që në 3 apo 4 zgjedhjet e fundit ka fituar shumicën Albin Kurti? Unë besoj që në rast se ta lirohen njëri ose të dytë, që shumicën e deputetëve, më tepër se gjysmën e deputetëve të vetëvendosjes do të kalonin në PDK, qoftë përmes presioneve, qoftë përmes shantazheve, qoftë, domethënë, metodat të cilat kjo parti ka provuar kundër LDK-s së Ibrahim Rrugovës, dhe nëse pas gjithë këtyre do të dalin të pafajshëm, nuk do të dënohen nga gjykata, pse mos të përdoren të njëjtën metodë dhe t'ja marrin pushtetin Albin Kurtit, ashtu si që kanë marrë Ibrahim Rrugovës. E kuptoj, sigurisht do jetë një situatë interesante. Më the, vetëvendosja kërkon burg, kërkon president burg për lideret e PDK-s, kërkon presidentin, mos ja jap LDK-s. Shikoj, vetëvendosja nuk kërkon burg, por shpreson që për afera politike mund themi ose për ambicie politike të qëndrojnë aty ku janë. Po, pikërisht. Vetëvendosja shpresojnë në këtë gjë, prandaj edhe po e shtyjnë, po dëshirojnë me shtyjë sa më shumë, po kërkojnë kohë, edhe po mbajnë pazarin shumë ulët. Në ndërkohë që opozita po shpreson që lirohen ata dhe marrin pushtetin të tërë nga Albin Kurti, jo vetëm presidentin, po edhe qeverinë edhe të gjithë mekanizmat e tjetër të pushtetit. Si njohës i mirë i politikave, jo vetëm në Kosovë, por gjithashtu jeni edhe në Shqipëri, njohës i mirë i politikave këtej. Çfarë parashikoni? A parashikoni një gusht më të nxehtë se temperaturat atje? Po, nuk besojnë në gushtin, por shtatori sigurisht që do të jetë i nxehtë. Shtatori do të jetë jashtëzakonisht i nxehtë. Tani në gusht, nëse keni fjalën për Kosovën. Për Kosovën, patjetër. Po, nëse keni fjalën për Shqipëri, tani... Edhe në Shqipëri shtatori do jetë i nxehtë, flitet, nuk e di. Është besoj që e njëjta gjë. Tani nuk mund të japni parashikim se çfarë mund të në fund do të arrihet që të rrezohet Rama apo jo, por që